Kanë kaluar vetëm 3 ditë nga zgjedhjet lokale të 9 marsit. Zgjedhjet cilat praktikisht ishin jo dhe shumë të rëndësishme, sa kohë aty nuk u përfshi edhe Tirana, e cila sigurisht kishte një kontekst tjetër më shumë brenda mazhorancës se sa në raportin e saj me opozitën. Sigurisht ndodhi ajo që pritej, mazhoranca e fitoi të 5 bashkitë. Pjesëmarrja ishte e ulët, pasi siç e thash në fillim, to zgjedhje nuk ishin dhe kaq të rëndësishme, bëhet fjalë vetëm për një mandat që zgjat jo më shumë se një vit e gjysmë dhe vetëm për kryetarët e bashkive. Por natyrisht shifrat janë të rëndësishme për të folur për situatën politike në vend, për më shumë për situatën brenda Partisë Demokratike dhe për të komentuar gropën e thellë në cilën ajo është dhe për më tepër drejtimin e keq të cilin ajo ka marrë. Për këtë do të flasim sonte sigla. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në Real Story për të folur sot me mua për temi për rezultatet e ditës së diel. Janë kolektivistë Skënder Mingjozi, mirëmbrëma Skënder. Frok Çupi, mirëmbrëma Frok. Mirëmbrëma. Martin Lega, mirëmbrëma Martin. Dhe Alesia Balliu, mirëmbrëma Alesia. Po në fakt që të flasim, duhet të flasim konkretisht bazuar tek shifrat, dhe unë do doja tani mendimin e regjisë kalonim tek murin magjik për të folur për të parë rezultatet më konkretisht dhe për t'i analizuar ato. E fillojmë natyrisht me bashkinë që ishte bashkia më rëndësishme në lojë, në garë, bashkia e Vlorës, me një pjesëmarrje relativisht të ulët, pra kanë votuar diku ke 20.000 vetat për gjithë qytetin, nuk është një lajm, Vlora voton gjithmonë më pak se tjerë dhe më vonë se tjerët. Megjithatë, tu është rëndësishme për të analizuar shifrat, pasi në këtë bashki kandidonte dhe një kandidat i tretë jashtë dy partive të mëdha. Pra Brunina Mersini e Partisë Socialiste, e cila fiton me 78.44%, pra këtu nuk ka lajm. Lajmi këtu është midis Dionis Sotës i Partisë Demokratike, i kandiduar si pavarur por mbështetur për saj, dhe Gjergji Nikës, i cili ishte antar i Këshillit Bashkiak të Partisë Demokratike, por nuk mori mbështetjen e saj dhe vendosi të kandidojë vetëm. Dhe shikoni rezultatin. Pra rezultati midis të dyve është diçka më pak se 500 vota. Pra dikute 400 votat që ndajnë kandidatin e Partisë Demokratike nga kandidati tjetër. Pra, për të treguar edhe një herë diferencën e vogël midis një kandidati i cili u shfaq si pavarur, po mbështet zyrtarisht nga Partia Demokratike, dhe një kandidat tjetër rebel i Partisë Demokratike, po që nuk mori mbështetjen e saj. Për të treguar që këtu nuk mjafton, pra diferenca e madhe midis socialistëve dhe demokratëve, po shikoni dhe përçarjen që ka ndodhur brenda vetë gjirit të Partisë Socialiste, që u paralajmëruar nga largimi një javë para zgjedhjeve i zotit Bujar Leskaj. Mati ishte e vetmi bashki në veri, edhe kjo një bashki që tradicionalisht është fituar nga e djata, por në 2 mandatet e fundit është fituar nga kandidati i Partisë Socialiste, por dhe ai duhet thënë një rrjedhje nga e djata. Këtu kemi patur rastin e kundërt të Vlorës, pasi këtu ka kandiduar një kandidate e cila vinte nga Partia Socialiste, pra vinte nga e majta, dhe shikoni çfarë ka ndodhur, pra rezultati është 66.54% për kandidatin e Partisë Socialiste, kandidati i Partisë Demokratike ka marrë 28.54%. Por shikoni Suzana Pasha, e cila ka dalë nga e majta, ka marrë gati 5% votave. Pra nëse kjo i bashkohet dhe rezultati tjetër zyrtar, pra rezultati i socialistëve në bashkinë e vetme të veriut shkon mbi 70%, pra gati 71%. Pra për treguar edhe një herë se Partia Demokratike në bashkinë e vetme të veriut që kandidonte dhe që ka qenë historikisht një zonë e saj, jo vetëm e ka humbur, po e ka humbur me një thelsi të madhe, pavarësisht përçarjes së votës që erdhi nga e majta. Dhe këtu pastaj mund të shkojmë dhe tek bashkitë e tjera. Shkojmë te bashkia e Cerrikut, ku është një tjetër themi analizë interesante e rezultateve. Pasi këtu edhe bashkia e Cerrikut ka qenë një nga bashkitë ku kandiduan 3 veta, pra ka patur 3 kandidat. Ishte Florenc Doka i Partisë Socialiste, nënkryetari aktual i bashkisë, i cili e fitoi lehtësisht garën me 66.22%. Amarildo Hoxha i mbështetur nga Partia Demokratike, mori 20% të votave, dhe shikoni çfarë ndodh me të tretin.
I treti është Eli Gertima, i cili konkuroi për Shqipëria bëhet apo jo, nëse nuk gaboj, dhe shikoni diferencën midis tij dhe Amarildo Hoxhës. Shikoni, pra në përqindje duket pak e lartë, po nëse shikoni te vota bëhet fjalë për diçka tek 500 votat, vetëm 500 vota më shumë që mori kandidati i Partisë Demokratike. Pra, deri tani kemi analizuar 3 rrethë, analizuam Vlorën ku vota e PD-s e thelloi edhe më shumë grupën ku ajo ka rënë, pam Matin ku pavarësisht përçarjes së votës të majtëve, sërish Partia Demokratike është në kuotat e veta historike minimale, pam dhe Cërikun aty ku Partia Demokratike tashmë rrezikohet nga një forcë e tretë. Sigurisht në fund fare, jo nga ëmbëlsia, por nga idhësia, janë qarqet cilat kanë qenë dhe mbeten të majta. Dalim te qarku i Beratit. Pse qarku i Beratit është interesant, pasi qyteti i Beratit, pasi si qark Berati është i majt, por Berati vetë si qytet ka qenë gjithmonë një garë e fortë, edhe në garat lokale dhe në ato kombëtare. Dhe shikoni çfarë ndodh. Ktu nuk është lajm fitoria e Ervin Cecës. Ktu lajm është shifra e lartë e Partisë Socialiste që shkon gati te 84%. Ndërkohë që Partia Demokratike zbret 9 kuotat dhe 18% që ka qenë kuotat e saj më të ulta historike dhe në vitin e errët 1997, ku siç e dini Berati ka qenë një nga qytetet më të goditura nga banda. Ndërkohë tek kalajet e Pelenës nuk ka ndryshim flamuri, sigurisht Gramos Sako rikonfirmohet në postin që mbante Tërmet Peçi, po Tërmeti i vërtet sa radhe është tek shifra e Partisë Demokratike. Gabriel Guma, e quajtur nga deputeti i zonës Ritan Shehu, kandidati më i bukur i këtyre zgjedhjeve, ka humbur me një diferencë, pra 77 me 22% diferencën e bëni vetë. Pra kjo është analiza e shifrave, Skënder. Po e nis me ty. Fillimisht Sokol një konsiderate përgjithshme, sepse unë edhe në transmetimet e ditës diel, kur ishim bashkë me kolegët këtu gjatë ditës, edhe sot vazhdoj të mendoj se në një palë zgjedhje, ashtu si dhe në shprehjen e famshme të tangos, për të kërcyer duhen 2 vete. Pra, mendoj që nëse Sparta qan, Athina nuk qesh, që do të thotë pjesëmarrja është e ulët dhe është e ulët përgjithsisht. Natyrisht, alibit dhe shkaqet, motivet edhe jo justifikimet janë, ishin zgjedhje siç ti e themet drejt, vetëm për rreth 1 vit e gjysmë mandat mbetur, pa këshilla, dhe dim që këshillat gjenerojnë disa mira kandidat të vegjël në garën e zgjedhjeve lokale dhe ata bashkë tërheqin një energji shumë të madhe votash, me të njohurit, me lobimin që bëjnë. Dhe ishin zgjedhje të cilat zhvilloheshin gjithashtu në klimën kur dihej fituesi, dihej dhe humbsi. Pra ishte një procedurë burokratike. Dhe ne po diskutojmë sot për masat e humbjes. Patjetër. Jo, unë besoj që edhe për masat e fitores vlen deri diku të besoj unë, të analizohen. Ka diferencë shumë madhe. Ka diferencë shumë madhe. Është patjetër, është shpreha absolute, ja shikoj. Patjetër, dhe le të futemi. Sa i përket përshtypjes që t'jepnin, unë i thash Martinit duke ardhur këtu dhe thjesht si batut, të ngjallnin të njëjtin emocion që ngjall rinovimi i asiguracionit makinës. Pra që është një thjesht si ditë votimi, që do të thotë s'kishte votim, praktikisht. Po ti qëndrojmë similitudës si tipikore, që është shumë e saktë. Problemi është me këtë ligjin e ri, është që ti rinovon, po nëse ke bë aksidente, policia të shtohet. E drejt, po. Dhe këtu po flasim... E pranoj dhe zhvillimi i batutës. Po, pra ideja është që ti e shikon që nuk bëhet fjalë për fitore apo për humbe, se kjo është e qartë, por shikon që temi ajo policia e risku i policës sigurimit makinës PD-s sa vjen dhe shtohet. E vërtet. Për ta vënë kontekst, ishin 334.000 votues në 5 bashki, nga të cilët votuan diçka më pak se 60.000. Ndërkohë që vetëm Tirana në 2023 ka pas në listë 699.000 votues. Pra,
kanë qenë zgjedhjet cilat janë kryer sepse duheshin Pra kryer, ti po kishin thua që mbetur. zgjedhjet ishin lajm i keq edhe për mazhorancën, po thua. Unë po them se vijet re mes rreshtash dhe vijet re për mendimin tim, jo vetëm nuk na duheshin këto zgjedhje për ta kuptuar sepse ne e ndjejmë, jetojmë këtu dhe e ndjejmë. Vijet re sokol që ka një lodhje ndaj politikës. Do me thënë, ka një shkëputje të qytetarit me politikën. Këto ishin zgjedhje ku për shkak edhe të sherrit procedural Tiranës, ne e vumë re që kandidatët nuk patën pothuajse fare, të gjitha krave, nuk patën pothuajse fare hapësirë për të shpalosur sa do pak një program të tyre për të bërë sa do pak fushat, sepse zgjedhjet ishin gjithmonë, do mbahen në nëntor, po pritë se kemi të sherrin Tiranë. Pra, ka qenë e dominuar nga saga juridike, politike, kushtetuese e Tiranës dhe besoj unë dhe kjo e dëmtoi disi edhe pjesëmarrjen, hutoi votusin dhe e uli, le të themi, pak rëndësinë e bashkive të tjera që janë ngarë. Po për të ardhur tek Humsi, se Humsi është ai që bën zhurmë, unë mendoj që është një humbje e madhe e Berishës, do bëhet disata në një fushat elektorale, por që ka brenda edhe një element të fshehur cilin unë e besoj. Nuk dia ka qenë lojë dhe ka qenë e qëllimshme, por unë i konceptoj edhe partitë e reja opozitare po ka që humse sa Berisha në këtë rast, sepse ata eksperimentuan me kandidat. Ka rasti i Cërrikut për shkakun, se duket ishte në ngritje, ishte edhe në vetëm në ngritje nga Cërrik votat. pati një vetëm Cërrik. kandidat nga partitë e Ka treta. qenë në dyfishim të votave që Po loja, jo, po të Shqipëria fusim bëhet në zgjedhjet e 11 maj, kështu që ai pati dyfishimin e votave të veta, kështu që është një arritje e vogël mendoj. Një arritje, besoj edhe në planin personal. Nuk është se për shembull ata kanë kandiduar të pesë bashkitë e tjera. Jo, vetëm Cërrik. Nuk mund ta qush humbje të partive të vogla, sa kohë që Dgjoj, vetmi që kandidoi e rrezikoi, nuk e di nëse regjia na ndihmon me tabelën e Cërrikut, 400 vota. Megjithatë, dëgjoni, nëse e kemi dot në qoftë se fusim Tiranën në këtë logjikë, e cila nuk pat zgjedhje, po pati një fillim fushate, edhe aty patëm de facto një hapje krau ndaj një figure e cila vinte nga arti e tjerë, Jo, nuk vinte nga arti, tani. Tani më fal, dakord, lidhjet me PD-n. Si Shkëlqim Berisha, si Syri të Vës. Po jo pra se të vi nga arti, formalisht, visi intelektual, visi pavarur është diçka tjetër, visi punëtor i Shkëlqim Berishës duhet artikulohet si tjetër. Nuk ma le ta mbaroj se aty do arria. Pra, i kishte të gjitha lidhjet e lexueshme me Partinë Demokratike, por në këtë rast kishin fjalën e tyre dhe aprovimin e tyre formal edhe të paktën 2 parti nga 3, apo jo? Po. Lapaj dhe në fund fare dhe Shehaj, i cili donte dikë tjetër, po që ra dakord. Pra, unë them që nëse s'ka qenë një lojë për t'i hapur krahun dhe partive të reja për të thënë se çfarë mund të bëjnë, unë besoj që edhe ato nuk duhet ndjehen shumë mirë me këtë nivel, sepse është një gjë, kur i ulen numri votuesve 2 të mëdhave, teorikisht duhet ketë vend për një palë tretë që të futet. Vetëm që t'jemi pala tretë s'është fare. T'jemi të saktë. Në Tiranë gjithashtu kishte një parti e tretë e cila nxorri kandidat, nxorri kryetarin e saj. Patjetër, Alir Qori, patjetër. Le të themi, po sa kohë nuk patëm një ndeshje reale, nuk kemi pse paragjykojmë. Po ndërkohë, jo, patjetër. Rasti Cërrikut kërkojmë ndjes se Alir Qori ishte vërtet ngarë dhe ishte kryetar. Patjetër. Ishte ngarë. Ishte rasti i pavarur. Ishte i pavarur. Po edhe për rasti Cërrikut është shifra, se ne tash ne mund të flasim, po shifrat na zbresin nga ajri, na ulin tokë. Dhe shifrat tregojnë që në rastin e vetëm ku ata kandiduan në Cërrik, si që thot Alese, se nuk e kam iden, unë shop, po dhe me shifrat aktuale, ka dyfishim të votave që ai ka marrë, më pak se 400 vota midis 2 kandidatëve. Pra le të themi, tu lajmi prap mbetet Partia Demokratike dhe ajo është kryesore, nuk diskutohet. E rolit saj, po Martin? Jo, po thoje që partitë e vogla, përveç partisë së Qorrit, janë në bashkëfaqësi me opozitën, me Partinë Demokratike, sepse kanë mbështetur kandidatët e Partisë Demokratike dhe pa dyshim atë që thasën deri përpara, tregon që janë dominuar nga pjesa më e dobët e Partisë Demokratike si partia kryesore dhe po të analizojmë pasaj më thellë, unë mendoj që ka plot shkaqe, unë nuk mund ta quaj dështim,
të politikës, po unë, me thënë drejtën, do të quaja dështimi më të madh, është i Partisë Demokratike dhe i kryetarit saj Sali Berisha, plus të partive të vogla, sepse imagjinoje në të gjitha këto të dhënat që kemi për partitë në 5 bashkit, nuk bëhet fjalë për diferencë në përqindje, po është e tmerrshme ta konstatosh që diferenca bëhet me 55% fjala vjen në tepelen, diferenca është 55%. Është 55% në favor të partisë fituese, apo në Vlorë edhe me gjitha të... Apo pastaj të shkosh në Berat, në Berat është e tmerrshme dhe drejt shifrës njësh, me teke pra. Dhe kjo të regon domethënë se sa kur mendon pasaj që del kryetari i Partisë Demokratike dhe thot që tonë ishin fars, se ishë në atë... Ja, i thot nuk ishim as ne, thot ishin kandidate pavarë. Po, s'kanë si t'ishin, se në ditën e zgjedhjeve të Partisë Demokratike, në Partinë Demokratike, pash një kronik të një televizioni që është afër me Berishën, dhe thoshte që në Partinë Demokratike nuk kishte absolutisht asnjë njeri. Kishte harruar të shkonte edhe Roja, kishte shkuar me Vënec. Imagjino domethënë se çfarë zgjedhjesh dhe çfarë impenjimi dhe çfarë fryme sjell Partia Demokratike, e cila vazhdon i bie avazet që janë farz, do të ketë farz dhe me fatalitetin e madh që artikulohet edhe nga kryetari i Partisë Demokratike që me Edi Ramën nuk do ketë zgjedhje. Atëherë ku është Partia Demokratike? Atëherë shkojmë pak tek rezultati i Matit, sepse kam 2 gjëra që du ta pyes Frokun, te rezultati i Bashkisë Matit, i cili është një rezultat i thellë, pavarësisht se aty e Majta doli me 2 kandidat, pra Suzana Pasha ishte një kandidate e cila doli nga e Majta, por kandidoi në mënyrë të pavarë, e mori gati 5% votave. Frok, tu shikojmë temi 2 gjëra. E para që asnjë përçarje e Majtës nuk i sjell asnjë lloj favori një kandidati të Partisë Demokratike, dhe e dyta, a konfirmon kjo rrëzimin e një miti? Këtë desha të thoja. Të krijuar jo pa përpjekje të forta nga Berisha, se Veriu është... Këtë desha të thoja dhe sikur të mos më kishit bërë këtë pyetje, se vërtet është një nga veçoritë e këtyre zgjedhjeve, është fakti që ajo çfarë ka ndodhur në gjithë pamjen është një pamje kampion. Në kuptimin, jo kampion si që themi më i miri, po kampion në konceptin gjeologjik, dhe më thënë një prerje vertikale e një shtresit caktuar, ku zbulohet çfarë po ndodh atje poshtë në dhe. Dhe një nga gjërat që, dhe më thënë, Partia Socialiste, majoranca, kishte shansin me këtë zgjedhje, një shans fantastik që u dhurua, për të kuptuar ku është. Dhe kuptoj që është më lartë se sa ishte me 11 maj, është 78-83% e tjerë. Por ajo çfarë pyesni dhe që është me shumë interes, në radhë të parë ra miti edhe i bastioneve. Domethënë, kësaj radhe e gjithë Shqipëria ishte njësoj, nuk ishte as me bastion as pa bastion. E dyta, Mati është një nga qendrat, siç e dini, një nga qendrat më të forta të Partisë Demokratike. Domethënë, që në ditën e lindjes së Partisë Demokratike, Mati ka qenë, si të thuash, flak e zjarr demokratik. Po, kjo është e vërtetë. Me pak ndryshim. Ka patur betejë të forta, po janë fituar nga e Mos harrojmë një gjë, se ndoshta ju duket pak si në ekstrem, po ditën që Sali Berisha tentoi të bëhet president prapë në vitin 97, gjithë potencën e tij ja besoi Matit dhe Bulqizës. Do me thënë, vullnetarët e parë që kanë dalë për të luftuar në Vlorë janë nga Bulqiza. Urdhri i parë që është zbatuar, urdhri i Berishës, është zbatuar në radhë parë në Bulqizë. Dhe në mbushur makinat në Bulqizë. Frok, mos i ngatrojmë. Jo, e ngatrojmë. Ka 3 komponenta i qark, prandaj. Nuk ka... Sa për kujtes.
Po vetë mati... e kemi në matë. Po jo prese. Vetë mati... Ka tre komponente. Unë jam dëshmitare e sejtë. Artificialisht, në 15 vjetë e fundit, për lojra brëndat majtës, mati ka dalë në nivel përvërsimi, ka dalë komponenti 3 ajo nuk që loj. Në fund afer matit jam dhunë në originën time. Zdo me thënë gjë ajo. Po mati kishtë edhe një fuqi tjetër politike, kishtë Amezogën. Dhe gjetën rast për t'ju bashkuar Sali Berishës, në atë rast, bën mirë, sepse gjithë Shqipëria ishte me Partinë Demokratike, atërës kishte... Po mati dhe Bulqiza dhe Dibra ishin shumë të fuqishmë. Dhe praktikisht të po diskutojmë. Do me thënë, ka rëshqitur prej asaj situate dhe sot nuk mbajt me në majo. Ka fitur komponenti tret. Nuk mbajt me në ajo gjë sot. Do me thënë, edhe pse në matë Partia Socialiste është split, është ndarë, është qarë, si ka kushtuar kush gjë. Pse? Sepse me që këthejme atje se ka një mendim që po thuhet sokol në për media që kjo është situatë, më dje tha dhe kryeministri, kjo është situatë e Partisë Demokratike që është më keqe se në vitin 97. Së është e vërtet? Partia Demokratike në vitin 97 ka qenë shumë më e fuqishme se sot. Po pa tjetër. Sepse ruajti mes të zjarrit të luftës, ruajti presidentin, erdi deri në zgjedhje presidenti asaj kohe, e dyta, realisht fitoi vetëm 25%, por ama... Jo, 27.8, por duhet të dhe një gjë që votat nuk u numrun kur ta mam një këtë vendit. Ka qënë 30 më 3 më frok, thuj kërësoren. Po mirë më dakord ajo, po me që krahasohet. Do me thënë, sot, atëhere Partia Demokratike kishte fuqi të tilla sa që kishte edhe fuqi fizike, në fundit për të dhunuar njerëzit, po kishte edhe fuqi politike se erdhi në pushtet për 5 vjetë, për 7 vjetë. Erdi në pushtet. Do me thënë... Le rezikojt vinde dhe maskada. Do me thënë, sot i mungojnë të gjithë këto elemente. Sot Partia Demokratike ka këtë gjë. Difekti, do me thënë, ajo që e ka ullur fare Partinë Demokratike është shpërbërja. Do me thënë, Partinë Demokratike nuk dihet kush është i varur, kush është i varur. Dhe këto votime, nëse vutre, do me thënë, ku ka të pavarur dhe ku ka një që është Partia Demokratike dhe tipik është Vlora, do me thënë që janë shumë afer. është shumë afer me një tjetrin. Pa mbështetjen e partisë vetë. Në Partinë Demokratike tani edhe militantët e vetë, edhe antarët e vetë kanë hequr dorë nga partia dhe thonë, po mirë, po gjejmë një vend ku të votojmë. Dhe në këtë mënyrë, kjo i bie që mungon sensi politik, mungon nervi, mungon ideja, mungon teza e tjere. Që në të gjitha rrethanat e qojnë në situatën në një gjë që duket sikur, ja thash dhe njerë, duket si një gift, si një dhurat e Partisë Demokratike, por që tani e Partisë Socialiste, por që ajo kupton ku jam. Si me thënë, le ta krahasojmë me një mid-term në vendet ku zhvillohet, dhe majoranca ka kuptuar se është në drejtimin e duhur dhe mund për mendimin tim me këtë rezultat shkon në vitin 2029. Dhe duhet dhe çfarë do dhe faktori tjetër nuk po ja ujtë kuota. Absolut, nuk mundet. Alesja, Berisha shmangu përgjithësinë paraprakisht, thanë do mbështesim kandidat pavarur, mbas zgjedhjeve doli ditën e hënë dhe tha, më falë, dje, mos gaboj, po nga vrasja e Gilmano Danit u zbeh pak lajmi politik. Berisha tha, ne nuk morëm pjesë të zgjedhje, këta ishin kandidat pavarur, ne i mbështetëm, pra i hoqi duar, tha, nuk jam unë fajtori humbjes. Atere, kjo ishte një strategji e ndjekur nga Ana Berishës, pikërisht për të shmangur përgjegjësinë e zgjedhjeve dhe humbjen. Unë e kam thënë dhe risem, Sali Berisha po mjaftohet duke shkatruar Partinë Demokratike dhe duke çuar atë drejt fundit. Kjo ndodhi që kur u shpall non grata, duke përdorur ndërgjegjen kombëtare dhe duke premtuar që do ngringrinte partinë dhe do reformonte Partinë Demokratike. Por nuk ka patriotizëm më patetik, më qesharak se sa të përdorësh ngjyrën e flamurit partisë tënde për të mbrojtur veten nga halli jot personal. I fort në politikë sot nuk do të thotë bërtasësh, por do të thotë të bindësh. Sot Sali Berisha nuk po bind do të vetët. Është fiksi ai prindi i cili nuk lejon që fëmia e tij të rritet. Sali Berisha sot është shembulli i një tranzicioni që nuk ka fund. Sali Berisha është shembulli i një personi që demokracia nuk e pranon
që një leadership të mos pranoj rotacionin brenda partisë tij, por ai e ka kthyer sot të gjithë këtë pushtet në një muze personal dhe familjar Sokol. Sot Sali Berisha nuk ka kartë morale ndaj Ramës, pasi ai është i akuzuar për korrupsion. Sot Sali Berishës nuk i shërbejnë më asnjë protestë ndaj Ramës, sepse çdo protestë e drejtuar nga Sali Berisha është arsyeja pse Rama bëhet edhe më stabil në pushtetin e tij. Sot Partia Demokratike ka nevojë për ndryshim, ka nevojë për një klasë të re politike, ka nevojë të japi fund tranzicionit pafund që e ka futur Berisha, duke i dhënë shpresë rinis, por mbi të gjitha dhe duke hequr dorë nga stalinizmi i cili është instaluar thellë tek leadershipi dhe të pavotuarit e popullit që janë rrogtarët personal Sali Berishës. Tu referohem 40 deputetëve të cilët nuk janë të emëruarit e popullit. Partia Demokratike sot nuk i shërben më demokratëve. Partia Demokratike i shërben klanit familjar të Sali Berishës. Dhe Sali Berisha nuk do mbante përgjegjësi sërish për zgjedhjet. Prandaj e shpiku edhe këtë terminet pavarurve. Sali Berisha ka diçka Sokol. Nga mëngjesi deri në darkë gjojmë liderin e opozitës që shan qeverinë, shan gjatë gjithë kohës pushtetin për lidhjet me krimin e organizuar. Unë i ngrej një pyetje popullit, demokratëve, gjithë ata që janë duke na ndjekur, nuk do mjaftonte që gjithë këto akuzat që janë provuar dhe gjithë këto skandale që ka pasur qeveria Rama ta bënin fitues absolut Sali Berishën këto 5 bashki? Po, duke ndejtë në shpirë, bile. Duke ndetur në shtëpi, pasi ai thot është qeveria krimit. Ka gjithë fabulën është Një sekond, a është vjedhur. A është jo, nuk kanë vjedhur tani, a është qeveria krimit. A janë të gjithë në burg, atë janë gjithë mafera korruptive. Janë vjedhur shfaqje. A nuk do ishte masa kjo që do ngriheshe përpara parlamentit do ta rrëzonte Edi Rama? Patjetër. Thjesht kjo është një shuplak që është dhënë Partisë Demokratike. Unë gjej shpesh analistët që kanë thënë që mungesa e votuesve në zgjedhje është sinjal i fortë për Ramën. Unë nuk e shoh kështu. Ky është një sinjal i fortë për opozitën, pasi gjithmonë pushteti është i favorizuar që të ketë pak pjesëmarrje. Në momentin që populli do ndryshimin, kur ka gjithë këto afera për korrupsion, populli do ngrihet dhe do të jepte ty 5 bashkit. Dhe ti do kishe një opozit, jo qesharake si kjo që ke sot, por do kishe një opozit fort, një opozit alternativ, një opozit e cila do ishte në një nivel për të qeverisur, jo të ishte në një nivel që të kthehet qesharake në çfarë do lloj momenti që ti del. Sepse sot Partia Demokratike ka humbur besimin e demokratëve të vërtet. Pasi demokratët e vërtet u lanë rrugë duke u zvendësuar nga individ, nga analfabet mirëfill si Zeshinet e Qarkut e Elbasanit, që tek deputetët e pazareve të Flamurnokës dhe që tek preferuarit e djalit Sali Berishës. Kjo nuk është Partia Demokratike. Partia Demokratike është aset kombëtar, duhet i shërbej popullit, duhet i shërbej qytetarëve, jo interesave familjar dhe personale. Në fakt, pyetja është nuk është se doktori nuk e kupton. Edhe diçka doja të shtoja, kurse për Partinë Socialiste doja të thoja që më ngjason shumë me Partinë Demokratike Amerikane të shteteve të jugut në vitet në shekullin 20, e cila kishte më shumë garën brenda vetes, pasi ato gjithmonë fitonin me 90% dhe ishin fitues. Dhe nuk kishin hallin të bënin garë. Po, edhe lajm më shumë sot përbën lufta, edhe lufta e Spakut me PS-n përbën më shumë lajm se sa ajo që ka mund të bëjë opozita sot. Patjetër zyrtarisht rivali kryesor dhe OPD-ja. Opozitën e bën e rëmbraqe sot. Është i vetmi, si për? Opozitën e vërtet e bën e rëmbraqe sot në Shqipëri. Pedaj me parkin që të ka. Mirë, rikthehemi me njërë pas publicitetit dhe të flasim se ku shkon Partia Demokratike nga ky moment. Nisu nga fakti që të premten Sali Berisha të shkojnë në Spak për 21 janarin, dhe nërkohë nuk humbi kohë dhe sot paralajmëroi protestën e re. Rikthehemi pas pak.